Ambasadori Amerikan William Walker i shefi misionit të verifikimit të OSBE-s dhe një nga personat i cili ka luajtur një mision të rëndësishëm në rastin e verifikimit të OSBE-s në Kosovë për pasojat e ngjarjes së Rechakut. Në Filadelfia, librin e tij Rechak do ta promovojë një vepër me pjesë të veçantë historike dhe dokumentare të kujtesës kolektive shqiptare. Veprimtaria organizohet nga shoqata Bijtë e Shqipës dhe zhvillohet në fundin e muajit shkurt, i cili përkon me muajin e pavarësisë Kosovës. Në qendër të rrëfimit qëndron roli vendimtar i ambasadorit Walker, i cili në atë kohë cilësoi publikisht masakrën si krim kundër njerëzimit, duke kundërshtuar narrativën zyrtare serbe që tentonte të paraqiste ngjarjen si një akt legjitim lufte. Shoqata Bijtë e Shqipës fton komunitetin shqiptar në Philadelphia, New Jersey, New York dhe zonat përreth që të marrë pjesë në këtë aktivitet, i cili synon të ruajë gjallë kujtesën historike, të nderojë viktimat dhe të riafirmojë rëndësinë e së vërtetës dhe drejtësisë. Promovimi i librit do mbahet më 7 shkurt nga ora 5 deri në orën 19 apo 7 në sallën e shoqatës Bijtë e Shqipës në Filadelfia. Aktiviteti pritet të shërbejë si moment reflektimi dhe bashkimi për diasporën shqiptare rreth një prej kapitujve më të dhimbshëm, por dhe më përcaktues në historinë e Kosovës.